SPA ka paraqitur pretencën për një nga pjesët e dosjes së njohur si revanshi, një hetim i gjerë që lidhet me veprimtarinë e disa grupeve të strukturuara kriminale në Shqipëri. Sipas organit të akuzës, në total janë kërkuar 127 vite e 6 muaj burg për 12 pandehur të akuzuar për vepra të rënda penale, përfshirë sigurimin e kushteve për kryerjen e vrasjeve dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Çështja është trajtuar me gjykim të shkurtuar, çka ka sjell uljet e dënimeve të kërkuara. Hetimet janë mbështetur edhe në komunikimet e zbërthyera nga aplikacioni koduar SkyCC, të cilat kanë shërbyer si prova në dosje. Këto materiale janë konsideruar nga prokuroria si elemente kyç për dokumentimin e aktivitetit të grupeve kriminale. Mes të pandehurve, për Astrid Avdylaj në shkërkuar dënimi me 15 vite burg, i reduktuar në 10 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për Emiliano Shullazi në shkërkuar pa ashtu 15 vite burg, që zbret në 10 vite. Për Naim Stafukën është shkërkuar 9 vite burg, ndërsa për Blerima Bazin 10 vite burg. Për Besian Xhixhën, Enver Divën dhe Robert Laçin janë kërkuar nga 10 vite burg secili, që me gjykim të shkurtuar zbresin në 6 vite e 8 muaj, ndërsa për Gjej Shukalin është kërkuar 10 vite e 6 muaj burg, që ulet në 7 vite. Në listë përfshihen gjithashtu dhe Miri Bruli, për të cilët janë kërkuar dënime që variojnë nga 9 deri në 10 vite burg me ulje për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar. Dosja revansh mbetet një nga hetimet më të mëdha të viteve të fundit në vend, pasi përfshin një rrjet të gjerë të dyshuar për veprimtari kriminale të organizuar dhe bashkëpunim në nivel ndërkombëtar.